Ajo që dihet është që një pjesë e financimit vjen prej shërbimeve të huaja. Ka tentativë me ul besueshmërinë në institucionet e rëndësishme të shtetit. Bashkëpunim kemi pas me PZAP-ën për me pas mirë kuptim mes njëri tjetrit se cilat janë përgjegjësitë e KPM-s dhe të PZAP-s. Tash kemi rastin skandaloz ku paret edhe të shërbimit ton, po edhe informacionet e BIA-s, të shërbimit të inteligjencës së BIA-s vinë drejt në Kosovë dhe publikohen medias jo më serbe, shqiptare. Për shembull kemi zbuluar një fond të cilën OKI e ka nxjerrë jashtë prej 2 milion euro dhe i cili ka shku për punë të tilla. Realisht kanë ndodhur ndryshime të pronësive pa informimin e KPM-s. Kemi bu aktualisht një listë njerëzve që kanë bo sponsorizime në Facebook të disa prej postimeve të cilat kanë qenë të rreme.